pikalot më pikoj, një elegji rikujtoj, elegji që më plagoj. Sa vite pane kaluan, sa gjëra ka ndryshuar, fushat e malët që na shoqruan, errësira i ka mbulu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra ka ndryshuar, fushat e malët që na shoqruan, errësira i ka mbulu. Sa letra ti kam shkru, po asnjë s'ta kam dërgu, pasi që je largu, na përferu kam kalu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra ka ndryshu, fushat e malët që na shoqruan, errësira i ka mbulu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra ka ndryshu, fushat e malët që na shoqruan, errësira i ka mbulu. Zemrën time ti pushon, sot dhe nesër gjersa t'roj, kjo elegji e letjehon, do shta diku e dëgjon. Sa vite pane kaluan, sa gjëra ka ndryshu, fushat e malët që na shoqruan, errësira i ka mbulu. Sa vite pane kaluan, sa gjëra ka ndryshu, fushat e malët që na shoqruan, errësira i ka mbulu, errësira i ka mbulu. Mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në këtë javë në emisionin tonë të përjavshëm në Kosovë Show. Ti flasë mas pari. Si e? Më është më përthoku pak se Ramazan është e ma prish në i farë agjerime në i sënë. Do të kiti për këngëtarën tonë të mrekullueshme, mikën tonë. Vjosa i lodhë? Mirë? Maestro mirë? Bukur? Flok për marak zotit? Bravo. Publiki dashur mirë ju? Bravo. Pibaj pijet gati, sepse kemi mysafire fillimisht. Në Kosovë kemi thonë lloj-lloj motrash. Tu fillu për motrat Mustafa, motrat Kardashian, motrat Mziu, lloj-lloj motrash. A mos sonde në emisionin tonë kemi të ftuara motrat Emini. Hajde deputete mas pari e kësaj legjislature që kaloi, si e? Një vrama mirë se erdhe. Si po ndije sonte? Motrën e ki ndashmi, a foli me zveti? Normalisht. Mund është mi foli, ki atje? Përshëndetje. Lypja votën sa je shtu se publikisht? Normalisht që votën kjo e ka, po besoj që shumë shpejt ashtu të mja dhonë votën na, të kështu që dhe tjetë. Për ty e di sigur për mush një pikpytje, nëse ma ndronë menën dhe në fund e emisionit? Të shofen.
Po shohim finalet që thonë atë dhe. U kry, zgjedhë vendin. Rato, pija zyrtare e këtij emisioni Energji Full Golden Eagle. Vazhdoj me motrën tjetër e Mini, e ftoj me doa trokitje Adelina Aminin. Hajde Adelin, si e? Është knaqësi, mirë Faleminderit, merci edhe për neve. Knaqësi gjithmonë, me qenë mysafirën e emisionin tuaj shumë të shikuar. Po qëtë e motra pak qëtu bashkë ka dalë. Motrën me përshëndet prej mëngjesit. A, nuk posë një kështu si këtë femra ta në cokë që bojnë? Kur përshëndetni? Ne përqakohemi, përshëndetëm me njëra tjetrën, po shihemi, dhe më thonë, kemi marrëdhënie gjitha shumë të mira. Se në mëngjesa ke flajt ti të këta, a këta të ti? Kur qomi në mëngjes, unë e flajt e këta flajnë të unë. Në, ja ka kërku votën motra, ma heret që ka për kërkon të motrës tonë? Unë motrës i kërkoj me në arktu, neve, që jemi sonte së bashku, po gjithashtu dhe gjithë shikuesit e tjerë që po na ndjekin. Njëkohësisht kërkoj edhe prej tesh, them edhe prej Vjosës që njomzës gjithsesi m'ia dhanë votën se tash është kjo koha pak e fushatës, kështu që o kënaqësi se njomza ka qenë deputetja më e re në legjislaturën e parë, për herën e tretë, domethënë kandidon, kështu që është sinqerisht kënaqësi se ka qenë në moshën 24 vjeçare kur edhe ka nështruar deklaratën e pavarësisë. Jo, atë që unë zdim konç atë e urt, e pafajshme kështu. Çole, ju dyja jeni motra, jepni një votë, po unë hala s'kam 10 vote. Hala jam 19 vjet. Kur ti bëj 18? Mendoj që deri në fund të emisionit në çandrohet mendja dhe voton prapë. Unë s'kam 10 vote. As ke drejt vote. Hala kam 17 vjet. Adelin? Jo, ki drejt shumë, bile. Ramci ke si e. Shpresoj që të kaloj mirë sot të zbashkë. Pa tjetër me juve. Kjo motra e modhe, tha votën, ta lipi, kjo lipi një kongë, shkam do të lip une, i shkreti. Ti shpëtim me ndo deri në fund e emisionet, ose unë këtu jam, nëse moj me realizuat herë. A ma jep sintistin për shambull. Pytje e fështirë, po... Kërkesë e fështirë. Edhe pytje dhe kërkesë e fështirë, sepse na bashkëpunojmë bashkë edhe në shta mund më nalion keq, po prapë e mendojmë edhe mandej të lajmërojmë. Do të kiti për motrat e Mini. Unë i falenderoj këta që në ndihmojnë që t'jemi çdo javë së bashku Millennium Resort, qendra më e madhe rekreative për fëmijët tuaj me dhjetra apo qindra loja për fëmijë. Ju sugjeroj juve që merrni me politikë pas një seance që keni të vështirë me plot tension, me shku me lodra pak është vend atraktiv, me javë hek stresin. Këtu nuk të nola skadria mikrofonin, as nuk gjuhet gazlos qelc, as kryeministri nuk shkarkohet, po luhet kënaqet. Cima është një kompani shqiptare, pra nga Kosova, e cila bën ndërtimin më të mirë në Kosovë, përkatësisht fush Kosovë dhe në Prishtinë tek rruga B apo Mati që pe quajmë. Pijet përpara i keni zyrtarët e emisionit ton, mirë mbrëma dhe mirë se erdh në Kosovë Show. Mirë mbrëma, faleminderit për ftesën. Tregoma a pe ki vështirëti me motrat, si 7 motra, nëse nuk gaboj apo, dhe një vëlla. Tim politik, këtu tjera me showbiz, me art, me punë ndryshme. Ç'është bëni në vetën mesin e motra kështu? Kur shkoni vikendër, zakonisht kur bëni bashkë kur mbledhni. Fillimisht edhe njerë dua t'ju falenderoj për ftesën, po edhe shikuesit që janë prezent, edhe gjithë qytetarët të besimit islam, urimi muaj shet Ramazanit, agjërim të lehtë dhe Zoti ja buft kabul. Gëzuar, se iftari është. Stashti. Gëzuar. Agjërim të lehtë. Njomës... Kthehem tash tek pyetja që e bërëm. Çfarë do pozite që të kesh, familja mbetet familje. Edhe unë jam me fat që kam një familje të madhe, kam 6 motra tjera, një vëlla, prindrit, që janë çdo moment me mu, kanë qenë prej fillimit, t'jesh në politik, t'jesh një vajzë e re, siguron që kam hyrë shumë herët në politik, dikun rreth moshës 21 vjeçare, 24 vjeç që jam zgjedhur deputete me besimin e qytetarëve, nuk ka qenë e lehtë pa mbështetjen e familjes. Kështu që edhe tash vazhdojnë të jenë motrat aseti, nëse mund të themi kështu më i madh që kam unë, edhe fal këtynve jam këtu ku jam, me suksese. Normalisht që motrat, përveç që janë motra, unë i kam edhe këshilltare, jam me fat që i kam gjitha profilet ndryshme. Apo kikit pare për këtë punën e këshilltarëve se zakonisht pa pare s'punojmë këtu? Jo. Kjo është edhe një përparësi, familja nuk li pare. Nuk blet, as nuk li pare, është në mbështetje, kështu që... Sigurisht. Adelin, ti me motrat?
Unë sigurisht që jam fëmiju ndoshta ma i vogël në këtë familje të madhe. Ma e vogla, ja? Unë jam ma e vogla. Mashallah, i rritë mirë. Si duket më kanë shiku me shumë përkushtim, me shumë përgdhelje, ndoshta me qenë se jam fëmiju ma i vogël, por sigurisht unë, si që tha dhe njomza, ne jemi shtatë, po kalojmë, kemi marrëdhënie shumë të mira. Unë sigurisht që në politik nuk jam, jam në fushë krejtësisht tjetër, me profesion si që din jam ekonomiste, sigurisht ka nga është pasioni, qetësimi, shpirtit tem. Ne mundohemi të këshillojmë, të ndihmojmë njëna tjetrën me aq sa mundemi. Unë për shembull nga ana ime mundohem që njomzës ka pjesa e marketingut të jap informacione dhe të ndihmoj aq sa i duhem, sigurisht. Dhe kështu, secila në atë fushën e vetë mundohemi sa do pak me u gjinë, me ndihmu njëna tjetrës, sepse mbi gjitha edhe njomza e ceki që familja është e shajt, me gjitha te duhet ndihma qoftë në familje, qoftë dhe jashtë me bë atë që mundemi. Për njëni tjetrin, sepse nuk mund të funksionojmë ndryshe nëse nuk bëhemi bashkë. Hajde të pak të qyrë se po vërënë si auna të qyrë. Hajde bi, ullu. Që sa mirë. Ti njëmë se me që ato mojë ndo që atë mikrofon se e këqëre publike dashur motrat. Me pas këtë shtatat, qëfar fotografi i është dalë, para me ndone. Do të rokiti për motrat, që sonë dhe kemi këtu? Apo të ngojnë të ujë kënatë, këtu tua, se me ty e kema pa të klefë pa kështu komunikimin. Po, shpëtem motrat unë i ma madhe se këto dy... Por me? Po. Që me ka peshtakë, me modhëja? Ma madhe, po, se njomza Adelina. Po, unë i kam dhe 3 motra tjera ma të mëdhaje se une. Kështu që unë jam, edhe unë dina e privilegjume me motrat, cilat i kam ndoshta vlenë edhe me këtu e kemi një bashkëpunim edhe një relacion si motra shumë të mirë, konsultohemi për shumë sana, do me thonë njëtën, profesionin tona, si që kemi. Se s'pe bani një duet, për shembull 7 motrat, edhe këto që është në kuvend. Nuk e di, me Adelinën ndoshta kena mendu një duet, po... Po sa banë me Adelinën? Nuk... Po thumës me bua, okej. Edhe pak jo. E saj përket njomzës njerë jemi në prag të zgjedhjeve, kështu që e kemi një punë shumë të madhe. Pse bre? Po të përgjigjna pse. Fiton kjo qysh? Edhe unë shpresoj që fiton, po i duhet edhe një përkraje, i duhet vota, kështu që duhet me punu sa më shumë për mës me zhgëny, nështë apo im politikën, po mës me zhgëny populle, me qenë se ka qenë deputete disa mandate. A ka imunitet ndaj motrau? Ka imunitet. Ndaj motrës madhe? Me gjitha te, ato zakonet shqiptarëve që pavarësisht imunitetit, i madhë dhe na respektohet. Pavarësisht profesioneve që kemi, atër edhe të na është ajo tradita që është të kretë shqiptarë të respektohet ma i madhe dhe... Apo të respektojnë ty? Po, mendoj që po, respektojnë, adhe unë i respektoj këto dhe këto. Ata ka të ndjera në sanat, folë, qelo, s'ka lidhje, në këtu jem, po, shpëtim të jedim, pasi që edhe unë punoj në Ministrit Punës, jam zyrtare dhe magjistre diplomacis. Qëre magjet, isa Mustafa bre. Po, jo me tendera, jo me, nuk i kemi ato profesione dhe ato... Du më të bo një pyetje kështu direkt, se ti mos je ma modhe, nuk ka fëmin këtë botë që në Ukrajinë, ku janë të një generatë të gjysh pak, a i kirejna herë. Tregom drejt kështu, për nëjë këpuca, për nëjë fustana, nuk ka shansë, bini flak në herë për pa engrej. Cilët ma shumë? Ndëgjo, unë po e foli shumë, po e foli realitetin, na jemi rritë shumë mirë dhe shumë qetë, kështu që na kanë eduku gjithmonë prindrit që nuk duhet me urre motrat tën me zvete. Po më hongre, për na jemi shqiptarë, pa urre për na i për sandale, ose për na i shnollë, ose për na i rreth s'ka shansë. Po në që ata që jemi eduku në qasi frime që nuk duhet me urre për një par sandale, asë për gjana tjera, sepse i kemi pas mundësit prindë, në fakt, në kanë donë kretë mundësi që... Suedeze bre, bravo. Mës me pas atë problem. Bravo. Po thu që s'kanë, Adelin, falë bëtin se ti jema kështu ma... Qka jam? S'pëdi, ma drejt për drejt. Ma drejt për drejt. Edhe në drejt po foli, kështu. Jo drejt, po, nuk thash ti po genjem, po kja ma drejt për drejt. Shpëtim, unë kom qef që gjanat t'i themi kështu troq, edhe ajo drejt për drejt më pëlqen shumë dhe krejt njerëzit. Kështu që... Pije pak se e mëritove, pije pak se e mëritove. Bravo. Gëzuar. Edhe një godë ndërkohë për motrën tjetër. Po?
Kështu që, dhunë nuk duhet të ketë askond. Normalisht, po fëmija kanë kështu ngutën, a ke po? Unë shumë shpesh them që zakonisht këta të veç liti maltretojnë në shtapë. Edhe ndoj një shuplak, aty këtu... Ke hangër a jeti, ja? Kur kom qenë e vogël, po menaj që po. E pëse theshin në porë, në rritë kështu e në... Mirë po, jo. Unë them drejten, prej vjotës sigurisht që nuk kam pas ndë një shuplak, po sigurisht prej motrës, në më dhënë, matë mdoja se vjosa, po jo, nuk mund të them që është asi raje që duesh me mbajt mend, po thjesht ndë një shërt vogël që e kemi bo si fmi, që sigurisht ne gjithë si fmi bëjmë shëret vogla, edhe sigurisht që ndështa ajo reja nuk është re, unë s'kisha mujtë me qytë re, po që dhojmë të ta, më zbo. Mbas qafën jo. Jemi në mujnë zjedhore të ashti, që këne hi, së dhera me li kërku votën se kemi ndalu me pe KPMS me bo fushat, po me nga të regu kush përfiton, si pas deje. Gjithmonë djetë kush ka qenë partia numër 1 në Kosovë. PDK-ja? LDK-ja. A, LDK-ja, PDK-ja më në koha para qysh? LDK-ja është 27 vite dhe pa dyshim bile, pa... Na veç do të vazhdoj punën aty ku i kemi lanë gjysma. Në fakt që nuk na lanë me përfundu punën ashtu që shenesëm, me suksese. Të pashtë një koma herëta? A ku votu më në Kosovë në gjithë vjetë regjia? Po, ku një koma votojnë dë dytit, LDK-ja ka koko dyta në mandatën e kalumë. Me suksese jemi të parët. Ta është të pëlqeve. Mirë, kryeministër Abdullahi po thua? Po, me kismet zotit. Me kismet, po më dokesh pak si besimtare kështu, a për agjeran? Në fakt, unë kam agjeru ma herët, po ka dikon rreth 6 vite. Në Ramazan po të pysë, jo, kështu para Ramazani, po ta ma agjeru në Ramazani. Po, 6 vite, tash po e shpjegoj. 6 vite ka që nuk agjeroj, sepse ma herët kam agjeru, po tash nga rkesa ndoshta nuk është arsye mirë, po nuk po mundem. është për shkak të kohës, angazhimeve që kam pas edhe akademike, por edhe profesionale, se unë edhe veç i kam mbaru edhe studimet, kanë kërku një përkushtim të madh. Edhe kjo është ndoshta arsyeja. Edhe pse kësë është arsye, po... A i kira në herë pishma më se ki në politikë? Jo, a i këta u knasën motrat me muzikë të morë? A shkon zoni me këndu? Nuk e di, kur jam vetëm, e di që më ka thanë Vjosa, pas ke zonë jomë, po zakonisht kur t'jem vetëm, në lëshot zoni, po jo që, ja, nuk e besoj që kisha mujtë me u bua këngëtare, se kjo është me t'lindun, du dhanë sikur këto që s'mundën, jo që s'mundën, por vetë janë deklaru që nuk e dojnë politikën. Nuk e dojnë politikën, është shumë normale, dhe shumë mirë që si jemi t'njojta, sa sun nuk kisha mujtë me... Jos, a i ke mora e lakmi motrës në politikë? A ke thot talon këtë mikrofon drejt që të shkojnë në parlament hi? Dëgja, unë edhe pse për 2003-ës jam në qeverinë e Kosovës, para njomëzës jam... Po të një të folë këto për harja vlahutin. Pre që jam qeveri, leme politikën, kështu? Nështë edhe unë e hymë politikë, të ma puni pyjtën të ashtë për të përgjigjen, puna që në politikë, du me thonë që njëfë shumë në gara me punu me politikan, masi punoj aty, po nuk e besoj që të ardhmen do t'jem një politikane, nuk e besoj, nuk i di. Nuk i dit, po... A dhime në herë kjo? Ati në parlament me voë, me gure, gazet socialse? Unë mendoj që deputetet më përgjësi edhe politikant, edhe pse unë mendoj që nuk i përka kësaj fushë, se kom zhidh një orientim dhe një fushë krejtësisht tjetër të profesionit tim. Unë konsideroj që gjdo deputet, gjdo politikan nuk duhet ta merë si privilegj të qenurit në qeveri, faktikisht në pozicionin e deputetit apo udhëheqësit apo ministrit, sepse është një përkushtim dhe një përgjithshmëri shumë e madhe, sepse gjithë qytetarët presin që pikrisht njerëz të votuar, njerëz në këto pozicione të shërbejnë më të mirën e mundshme, kështu që njëkohësisht mendoj që edhe njomza e ka zgjedhë këtë fushë me të cilën jo çdo kush edhe ka aftësi. E pyete Vjosën se a ke guxim të hysh në politikë, sigurisht që hezitoj me u përgjithë, nuk e di. Njëjtë edhe mu më pyet. Njëjtë edhe mu më pyet është pak thjesht politika, është
specifike dhe përgjithësi shumë e madhe. Mirë, na në politikë si jemi përvesmi këto se a është si duket politika? A është që shohemi na për distancës, prej media, për televizionit? Apo është ndryshe? Apo ka, sigurisht janë, edhe këtu janë një farë pjesë, s'po di, në parlament, a aktrohet parlament? A është? Jo, nëse tash unë po përgjigjem sepse për vetën time. Sigurisht. Dhe Ama politika... për tjertë s'ku mundë se folërisht? Jo, për tjertë jo. Nuk e kam atë të drejtë. Atë etik me folë, mirë po mendoj që politika, si që dini dhe jo, është një artë i qeverisjes. Krejt që ka duhet me pa qytetarët është përgjithësi, me kërku përgjithësi, llogaridhënie, transparencë. Kjo është politika. Kjo është politika. Jo, faktikisht unë jam gati i treti mandatën, nëse veç e marrë prapë që duat besoj që e marrë prapë besimin e qytetarëve, jo, deri tash, këtë më kampanë s'ke ndryshua asgjë njom za prej që të mbaj mend, kjo je dhe nuk je si ta politikaj tjeri, këmë thamë, pse? Jo, nuk do të thotë që t'jesh politikane, je rëndse. Jo, po thash, a rrehet në politikë? Jo tip, jo ty direkt, po a gënjet nga pak kështu? Jo, politika është, nëse tash dëshirojmë që ta zbërthejmë se çka është negociata, po me gjitha të është ndryshe çka flitet, ndryshe çka veprohet. Këtë mund ta themi. Të të pyta, thash, a është njësoj si duket? Po tash varet si e shef, jo, varet se si e shef. Këtë varet e perceptimi dhe si ti e... Dikush mundet me pa politikën ma ndryshe, se i përshtatet, apo i duket, nga në varet prej personave, dhe se e shohin politikën. Arti s'mundshme, s'po thu që vetë fjalla të regon që është edhe art pak, ha? Arti qeverisjes. Art. Si arti këndimit, arti marketingut. Po. Marë dhe kjo që po e bën ti, e ki sepse ki me të lindun, e ki artë të komunikimit. Kjo mënyra se si e moderon edhe misionin. Shumë janë në dilemë ku në me dhonë votën, do në me mbind ku në me votu une. Po bind është problem se vota është besim, bindje. Bindje, por vota... Pse do të votu une ty për shamu? Po, sepse kam punu mënyrë ma mirën e mundshme, mënyrën ma dinjitoze, nuk kam as një afer, nuk kam as një skandal, deri tash, edhe pse ndoshta dhe kom ujt me pas, mirë po nuk kam dash, e kom zgjedhë mënyrën ma të mirë që t'i shërbej popullit tim, t'i shërbej njerëzve që më kanë votu, edhe gjeneratës time që unë i përkas që jam e re, mirë po edhe ka dhe shumë arsye tjera. A të votojnë këtë motrat ty? Po. Sigurt? Ta shkrejt, ndoshta, një mundet mos me votu. Pse bre? Sepse ajo është në vetëvendosje. Po s'ka lidhje që është vetëvendosje. Edhe kjo është në familjen tonë, jo. Ajo du ta votoj. Kjo demokracia në familjen shqiptare. Kjo është... Duha të kritin këtë rast. A ishim shku me një tro marketing se na i kemi këta që na mbojnë gjallë. Neve ju i keni votu së ju, ne kemi këta që na ndihmojmë që më kohës bashkë të javë. Marketing, themi me njerë pas.
të qeshin sytë e tu, ajo ftyrë që shumë e du, që shumoj me t'voglë në goj, me të jeta le të më shkon. Le të qeshin sytë e tu, ajo ftyrë që shumë e du, që shumoj me t'voglë në goj, me të jeta le të më shkon. Kënovës të zemra, thëmë na. Që bre qika në lakë, që shepë shepë kënonë mirë. Këta të shkretit ku të kthehen në shtëpi për parlamentit, se onë të tërzakonsh me ftyren zi. A di kështu loj fjalla. A ka fillu alo zyrtarisht fshata apo jo? Hala po më do këtë zyrtarisht, s'keni dalë kështu. Javën e arshme. Javën e arshme, nismet, a? Adelin, ti? Kur? Po. Unë dhe të me thonë diçka dhe të ndërprejva. Jo, për pjesën e fushatës zgjedhore. A ti po merresh direkt me fushatën, a? Jo, s'po merrem direkt, por që... Direkt, po? Nuk kam qare pa marrë me njëzën, se kam motër edhe është, ndështë mosha e ka boj që ne jemi shumë të lidhuna njëra me tjetra. Me njëmëzën, a? Me të gjitha. Me të gjitha. Mirë po, me njëmëzën një pak me e lidhun, e din grejtë. Ti dënohën dhe pas ke votën publike, edhe pse është vota është... Sigurisht edhe shpëtim thema herët që je drejt për drejt. Kështu që unë nuk mund ta mohoj që nuk e votoj motrën, sepse jo vetëm se e ka motër, por e tha dhe ma herët njomza që e ka dëshmu me punën dhe unë e marrë njomzën model për gjitha punët dhe për gjitha suksesit. Kështu që unë mundohem që në që thojmë në binar ose në atë vijen ku njomza ka ecë edhe unë të vazhdoj si. Po e zomë që kishe pas drejt me votu 2 persona të partive të ndryshme, kanë e kishe votu? 2 persona të ndryshme. Për shembull, motrën këtu që ki dhe s'po di, për shembull, s'po di kon një të parti. Nuk diskutohet. Veqet pacullin a... Sepse vetëm e një parti duhet. Hipotetike ishte thash, nëse kishe mujt. Qysh për s'ka hipotetike, ju lutem me ndru ligjin në Kuvendin e Republikës Kosovës për mi pa dhe me votu 2 parti. 50 tashme, zbat jo. Thojnë që nuk hat me 2 lugë. Nuk hat. Kështu që... A mo hat me lugë dhe me piron? Mirë, ajo me lugë dhe me piron, po pironi është piron, luga është lugë. Është vërtet. Mirë, dolem të puna jote me muzikën. A e tu ma me muzikë, vajzë? Unë e thashë dhe ma herët. Jam në përfundim të studimeve të doktoratës në fushën e marketingut. Njëkohësisht punoj edhe në Radio Televizionin e Kosovës, po ashtu në fushën e marketingut. Shumë mirë. Gjithashtu jam edhe ligjeruese në marketing në një kolegj privat në UBT. Kështu që gjitha këto... Që ta të UBT s'ta këpusim, se ti e din arsyeën pse e këpusmi, po s'ka lidhje. Gjitha këto angazhime, sinqerisht është shumë e vështirë, që e din edhe vetë se sa merr kohë dhe sa... përkushtim duhet të bëhet në këngë. Sigurisht që unë jam mundu që së paku, minimum dhe me thënë gjatë vitit të vi me një këngë dhe videoklip, e kam realizuar, mendoj, me sukses vite me radhë. Sigurisht që jam duke punuar së shpejti në këngën time më të re, e cila sigurisht që ndoshta në këtë periud nuk do të lansohet, po posa të jetë gati, po mendoj dikurat shtatorit që t'jetë gati, së bashku me videoklip. Unë, mes këtyre angazhimeve, muzikën e kam që të sendë shpirtit. Dhe sigurisht që... Në këtë rast në tua drokitje, sepse nuk e bëm për biznes, se bëm për qef. Kjo ka qenë ndoshta dhe ideja... Qeja që bëm për biznes kongën, shijet. Sigurisht që është zgjedhje ime, sepse kam studiuar, kam punuar në këtë fushë dhe është e pashmangshme angazhimin të alësh në gjithë këtë investim që e kam vë gjithë të vite. Sigurisht që muzikën nuk do të alë asë njerë, sepse shumë shpesh më bëjmë pyetje, po pse më shpesh nuk mundesh, unë gjithmonë duhet ju arsyetoj me këto obligimet e cilat ja kam shtu vetë, është sigurisht është e vështirë dhe pa arritshme që të punohet brenda vitit 2-3 projekte, por faktikisht për ju lajmëroj të gjithë adhuruesve të këngës time që së shpejti do të vi me një këngë të re. Jam duke punuar në studion e Darko Dimitrov. Është një bashkëpunim i cili ka sjellë shumë sukses edhe me këngë paraprake, po shpresoj që do të mbri
Edhe në showbizit bëjmë thirrje ka pak si në fshatat. Bëjmë thirrje. Na kemi pak me marrë vet, na premtojmë kur që viztojmë del nga këshir në ne. Po, sepse din vetë shpëtim që kënga nuk punohet brenda ditës, teksti nuk punohet brenda orës, brenda ditës, dhe unë konsideroj që projektet dhe këngët e bukura duhet punohen jo vetëm brenda një periudhe caktuar kohore gjatë verës, ose gjatë dimrit, ose gjatë festave, po kënga e bukur, kënga e mirë duhet të qëndroj gjatë, të ketë një mesazh të mirë, sigurisht edhe një videoklip i cili mund të shikoj çdo grup moshe, sepse mbi gjitha njomza tha që politika është arti qeverisjes, unë them të muzika është art i cili përcjell mesazhe qoftë përmes tekstit, qoftë përmes videos, ku sigurisht është punë shumë e vështirë. Njomza, a është LDK-ja parti kështu e unifikuara? Ka ndonjë përçamje, merr ndonjë përplasje, merr ndonjë për shembull ndaj vendim ose ndaj ligj ose ndaj gjatë që nuk e votoni shumica apo të gjithë njerëzit kështu? LDK-ja gjithmonë edhe për herë ka qenë e bashkuar. Ka pas lëvizje. Ato janë vlera demokracisë. Edhe në familje tona kemi. Sigurisht. Mirë po me rëndësi shumica, vendimet. Unë jam antare e Këshillit drejtues të LDK-s, Lidhjes Demokratike të Kosovës. Unë konsideroj që Lidhja Demokratike e Kosovës është akademi politike për gjitha partitë politike që janë në Kosovë. Pse s'po dalë para për mos është akademi politike? Ç'to është? Po kam qef një farë. Do të rikthehemi si kemi qenë të parët. Do të ketë mendim të shqershor, do të jemi e para. Sigurt? Bashkë me partnerët tanë që kemi në koalicion. Ka që bindshme? Pse për shembull më dole para? Sepse s'ka asnjë arsye mos me qenë, po, shumë e thjeshtë. Sepse edhe gjatë qeverisjes kryeministrit tonë Mustafat, kryetarit tonë partisë, ka qenë, ka pas shumë zhvillime pozitive, ka pas një progres në gjitha fushat, po ndalem vetëm tek ekonomia, një 4% zhvillimit ekonomik, nuk është pak. Asnjë ministër nuk ka qenë i korruptuar apo dhe me afera. Ka pas shumë lëvizje sa i përket edhe unë e kam drejtuar edhe Komisionin Parlamentar për Integrim Evropiane, kryetare kam qenë. Ku na bën së viza? Ku ka këtu me që njerin kompetent për këtë punë? Po, gjitha kushtet dhe kriteret që janë kërkuar nga Bashkimi Evropian, neve që kemi plotësuar mirë, po nuk na lanë që tash dalim tek partnerët të demarkacionit, faleminderit, dhe këtë nuk e kemi pas borç qytetarëve që me i lanë në gjysmë të rrugës. Ka qenë në rregull, sepse edhe Komisioni Shtetëror, por edhe partnerët tanë, aleatët tanë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtetet tjera të Bashkimit Evropian, unë e vërtet që nuk ka qenë kushti drejt për Kosovën, ky kushti që të ratifikohet demarkacioni me Malin e Zi, që liberalizohen vizat. Mirë po, në momentin që ti e pranon, momentin që dele dhe Komisioni Shtetëror dhe e thot që është në rregull, unë nuk jam eksperti, mirë po unë duhet besoj institucionit për katës. Mirë, a i ka ndëshku LDK-ja do zona që kënë kundër demarkacionit? A ndëshkoj do deputet që nuk të hinë list, do se në vjosa për pak, herë thanë po hinë, herës po hinë, hinë, dyqysh, a ka pas në farë tensionit me në shumë kështu? Jo, nuk ka pas tensione. Do të me thonë jo, apo s'ka pas për një me? Nuk ka pas tensione, nuk ka pas, sepse unë mendoj që edhe tek lista, unë për veti kam qenë e propozuar nga dega cilën unë vi, dega kodra e trimave, unë jam edhe aty dhe kryetare e forumit të gruas, dhe kemi qenë të propozuar nga dega. Gjithë kandidatët që ne, sepse ka regula, ka dhe kritere, ka dhe kushte që duhet hy, nuk mundet që të hynë të gjithë, procedura, po. Dhe ka qenë një komision cilin e kanë një komision që i ka analizu se cilë deputet mund t'jenë që janë të besueshëm, por edhe që kanë punu në mënyrën më të mirë që duhet punojnë. Si kështë me u dërgu në kuvend ligji për demarkacion, a kështë me votu? Unë po, do t'a votoja, sepse qytetarët tanë edhe Kosova është i vetmi venda në rajon, edhe jo, edhe qytetarët, edhe trit, edhe trejat, presin me radhë gjata para ambasadave, edhe kjo nuk është e drejtë, edhe nuk duhet t'i ndëshkojmë qytetarët tanë që mos t'a ratifikojmë demarkacionin për derisa ne e kemi nga Komisioni Shtetëror që nuk ka asnjë humbje të territorit.
Po ka mundësi me qenë gabim komisioni? A mund me gabu? Jo. S'mund me gabu, po thua? Nuk munden me gabu. Nuk munden me Jo, çka ta mërmene për qitë kufi? A është në rregull, çka ta mërmene aty se po duhet një mendim neutral kështu. Nëse më pyet mu për muzikë, nështë ta kisha me qenë ma e sakt, saj për këtë politikës, mendoj që njomza e dha një mendim të sajna dhe një vlerësim. Çka mendon ti kështu si unë ti si të pafajshëm, qytetarët të këtij vendi? Na dojmë viza. Unë mendoj që neve na duhen vizat, se ti e din që na udhtojmë shpesh edhe duhet... Mu ti bashkë sas na duhet, se na i marrim, ashtu kështu. Po, jonë. I duhet të tjerëve sigurisht. Jo, kjo nuk është dhurat për qytetarët tanë, kjo është një drejt e lëvizjes lirë qytetarëve, që na duhet të ta kemi këtë. Ta prisim një komision të iqësh për vendoset. A pajtohesh? Jo, kjo është kusht nga Bashkimi Evropian, kushti pa të i kalushëm. Cila do qeveri që e merë, duhet ta ketë të qartë se ky kushti duhet të ratifikohet. Se mënyra se si... Ratifikimi gjithsesi, po vendi me rëndësishme. Jo, se si mënyra liderët tanë që duhet të ullin dhe të gjejnë forman të i kalimit të kësaj situate, ajo është diçka tjetër. Por që kushti që është kusht, kjo do të mbetet dhe nuk ka liberalizim të vizave pa u ratifiku çështja e demarkacionit. Lutemi mu ratifiku, po mu ratifiku mirë. Tash ku është e kosash, na nuk e dim, na ja u lëmë komisionve. Çka mendon ti vajzë për demarkacionin me molën e zisë? Vetëm diçka ma mirë për muzikë, për marketing. Ja, të lutem, sepse po më nëjë vajzës gjumë, dhe besoj që edhe kjo është pjesë, na jemi qytetarë, na du të me di që apo ndodhë, apo din? Na jemi qytetarë, po e the edhe ma herët, që na jemi qytetarë që ndëgjojmë dhe marrim informacione që këndej jo nuk është mirë se po na mirë toka, këndej tjetër thonë jo se duhet gjithsesi për me lëviz qytetarët lirë, kështu që ne si qytetarë ndoshta është më mirë me i shiku punën tonë, profesionin, dhe me abesu njerëzve për votën, sigurisht. Votosh besim? Unë konsideroj që për këto e shumë specifike... Kopini është në zhlemë, Jo, kjo është shumë specifike kjo çështje, edhe po mendoj që njerëz që janë kompetent për këto çështje, është më mirë të bëjnë zgjidhje më të mirë qoftë për neve qytetarët, por qoftë edhe ka pjesa në mbrojtje të territorit të Kosovës. Bravo, çka ndodh nëse nuk fiton LDK-ja? Nuk ndodh në sena i kemet, po qysh keni me perceptim? Jo, kjo pyetja nuk duhet bëhet, sepse ne do të fitojmë. Po nëse, po e nëzomë. Ne mund të flasim bas 11 qershorit, po unë duat besoj edhe besoj që ne do të fitojmë. A ki mu zgjedhë edhe njerë deputete? Më besoj që po. A ma mirë me isin a me vëllohin? Me Ligjen Demokratike të Kosovës, me liderin ton, Isa Mustafa, dhe me kryeministrin arshëm Abdullah Hoti. Pse ne me Isa nuk kandidoj për kryeministër bashkë pikë më ka pa mejtë? U tërhëq që u shkarku, apo... Jo, për asnjë moment. Kryeministri Mustafa ka dhënë një shembull të mirë se si duhet t'i japim hapësirë të rinjve. Që është të boni edhe kadria. Dhe kryetari Mustafa, unë mendoj që e ka mbështetjen dhe vazhdon të ketë mbështetjen, sepse ka bërë një punë të jashtëzakonshme përveç si një ekonomist më i miri. E ka dhënë edhe një shembull si kryeministër me krejt sukseset që tash nuk dua të shpalos të gjitha, sepse ka shumë dhe duhet të mbetemi me ditë të tëra. Por mbështetjen e ka dhe është një shembull i mirë. Ne duhet t'i krijojmë hapësirë të rinjve dhe të rejave. Se spja shumë motrë sipla me shku politik, mos jo shembull i mirë? Po, nëse veç... A e ke pyet në herë? E kam pyet, po jo. E kam pyet, po nuk... Shpëtem, nuk është edhe lehtë, nuk është e lehtë t'jesh në politik. Nuk është e lehtë. Sigurisht. Është përgjegjësi, është një përgjegjësi që mendoj që duhet të kesh shumë guxim, por edhe për kushtim, edhe vullnet, edhe përvojë. Unë fillim nuk e kam pas lehtë, ndryshe kam mendu politikën, ndryshe kam mendu mirë, po me kalimin e kohës, tash e kam vrejt edhe në mandatin e parë, se si ajo mentaliteti, unë kam qenë atë kohë, tash imagjinoj, 24 vjetë, deputeti maj vjetër ka qenë Indjeri Mark Krasniqi, kjo ka qenë edhe kur e kam hapë seancën, inaugurimi e seancës parë. Shumë herë nuk kam folë, sepse kam thënë, jo, jam me re, ata tjertë, mirë po... Mbërtasin, jo mbërtasin, mirë po, ideja që... Sigur që mos po gaboj, po kjo është, mos po gaboj. Mirë po e kam vrejtë që jo.
tash edhe një PM, edhe besa ime që është nuk e kanë guximin dhe duhet ta kenë sepse nuk ka të bëjë mosha, ka të bëjë veç përvoja edhe njohurit edhe guximi që nëse e din, nëse je përcaktuar për një fushë apo dhe ke njohuri për një fushë, atëherë mund të dalësh edhe më mirë. Për fond, më na thon diçka që na s'kemë pyet. Unë kam shumë çka me thonë. Sigurisht diçka që mendon që duhet me thonë tash. Por unë veç jo pushat. Jo pushat, sigurisht. Jo, unë ndoshta gjithë trinjeve edhe një mesazh që të shkollohen, të punojnë, sepse sigurisht që suksesi dhe rezultate nuk do ketë nëse nuk përkushtohemi në fushat caktuara ku ata përcaktohen për ardhmërinë e tyre. Ta mërmend që ka 70 vjet. Goja për lavën. Ky është mesazhi për shkak sepse unë kam ndjekur domethënë këtë ecuri sepse suksesi thash nuk vjen prej qiellit, nuk vjen me një shkop magjik, por prej punës dhe përkushtimit ku je i përcaktuar. Bravo. Përgëzoj për sukseset, sinqerisht. Jo Mza, për fond. Jo thirrje me votu se zguzojmë. Jo, unë veç duat t'i bashkangjitëm edhe urimit motrës, të Adelinës, që tha që trit, unë po i shoh që edhe kudo që kam udhëtu, kudo që kam lëviz, definitivisht ka marrë ajo që s'ka popull më i mirë se na, s'ka rini më të mirë se na. Shumë vërtet. Do të kujti për krejt rinin shqiptar dhe popullin shqiptar. Bravo. Unë dua t'i them atyre që të shpresojnë për ditë më të mira, edhe du t'i inkurajoj që të punojnë sa ma shumë. Edhe ata mund t'jenë si kuron. Me këtë mosh, e re, me këtë sukses që e kam arrit, vetëm me punë, edhe me përkushtim, edhe me dignitet, edhe me një investim në edukim, mund të arish jo vetëm në politik, po edhe në muzik, sepse edhe motra që janë këto nuk janë këto rasisht, edhe jo këto që jeni nuk jeni rasisht me këtë shikueshmëri edhe me misionet të qelluara, me temat të qelluara. Unë ju përgëzoj edhe ju uroj edhe shqiptarëve një sukses sa më të shumta. Faleminderit edhe juve, faleminderit motra që ishit sonte me neve, juve sukses në zgjedhje, sukses në karrierë, me ty shihemi se kemi me nejt hala mas emisionit, na këtu, kjo është Eurosfis, e kemi një dhurat, po jo për juve, po Adelin, ti je ma e rej edhe po dëgjëm, se unë s'ku mujt, e kam një dhurat për motrën, për ato që e keni në vetë vendosje, se s'ka mujt më ardha jo, mushta me qërë se ti e qënë selame në vend, besoj, këta atlet dhe kesë mësë të nuhën. Ti jo, ja qënë motrës ti se so këtu ajo, janë një dy vo, janë të katunit, sa me qënë se ka hinë me vendosja, ja s'ka nevoj vo tjera, po pja qëmë tonat. Dhe s'ka nevoj kësit vo shpalidit katunit me blene për treg, që ja, motrës të i të fala për të banë shpetimi edhe emisioni në Kosovë Show, edhe motra që këtu s'ka lidhje, që në të thara me aqu. Faleminderit. Sigurisht të ka dhe në shpeve, po... Ja, këtu janë vo, këtu janë... Amo të falat janë të falat, du të mi përcjellë. Po, jo. Se normalisht e ja ka ve edhe në shpeve. Gjithse se na shqiptarët i kemi do të radita dhe konë që të falat i përcjellim, kështu që pa merak. Që do mos të din që na shqiptarët kur dilë këtë dikush mësafer, o një parë qërap, o një sapun të dit. Po, e sta një përcjell. Faleminderit shumë publikit dashur, ishim me motrat e mini, në pjesën e partë të këtij emisioni. Faleminderit shumë që ishit sonte me neve. Faleminderit shumë. Edhe për neve ishte knaqësi. Marketing dhe shihemi me njerë pas. Faleminderit shumë. Jemi rikëthy në emisionin tonë, në pjesën e dytë, me emisionin e përjavshëm Kosovë Show, për t'i falenderuar këta që na ndihmojnë që ne t'jemi se bashku çdo javë, Millennium Resort, qendra më e madhe e lodra për fëmijë në Ferizaj, aksi rrugor Prishtinë, Shkup. E kanë Ferizajin kilometri 4 gjendet ky objekt gjigant me qindra lojra për fëmijë dhe një restorant ekskluziv pra në Ferizaj. Cima Construction, kompania më e madhe në vendin tonë për ndërtimin e banesave moderne, me çmim të lirë dhe me kualitet të mirë. Shqiptar diasporës, kur të vini s'keni nevojë me pagu hotel, e bleni banesë dhe kitë juajen në Fushë Kosovë dhe në Prishtinë. Relax, kompania jonë shqiptare nga Suhareka jonë e dashur, Relax dhe
Golden Eagle, pije zyrtare që ne kemi këtu në emisionin ton çdo javë. E kemi edhe Eurosfis, është një kompani shqiptare e cila tani më ka sjellë në Kosovë, në tregun ton kosovar, dhjetra produkte për kuzhinat e juaja. Vjos ti një këtu për kuzhinë më shumë se je femër, sigurisht duhet më marr ka pak edhe me këtë pjesë. Vetëm shikojeni sa ideale është. Është kompani zvicerane, e cila tani me gjendet vendin ton, Eurosfis pra në Felizaj, jo vetëm emri, por edhe produkti ka shumë rëndësi. Lloje të brisqev të nga me të ndryshmit, me cilësi zvicerane dhe gjermane. Shikoni çfarë pajisje tani më në Kosovë, pra Zvicra me Eurosfis është në vendin ton. Faleminderit Eurosfis që je në emisionin ton Kosovë Show. Shkoj përsëri në Zvicër te MS Finance, kompani financiare e cila jep kredi shqiptarët që dëshirojnë të bëjnë kredi në Zvicër me një interes të jetë të mirë, ka mota shumë ulët 5.5% më mirë si me ta fal. Faleminderit MS Finance. Ikim tek Villa Miami në Zvicër, një restorant shqiptar, vendi më ideal ku ju të bëni dasmat tuaja si në Kosovë me një menu zvicerane por me traditë shqiptare. Gladbrook, Villa Miami, afër aeroportit të Zyrich në Prishtinë. Besim ende në diasporë, po tani me kthehemi pak në Kosovë. Është brendi i njohur i dyrëve për garazha gërmantore në kodën e trimave dhe tek stacioni autobusëve, cilësi 100% gjermane. Maturant e dashur, tani me ju po përfundoni këtë vit maturën dhe rrugët tuaja ju çojnë direkt te kolegji më i madh vendin ton, Kolegji Universitar Fama në Prishtinë, Gjilan, Mitrovic dhe Prizren, me 10 drejtimi për juve. E me të rejat janë ato nga fusha mjekësisë, infirmeri dhe mami, si dhe së shpejti besoj bëhet e ditur me shumë drejtime të fushës së mjekësisë që ka aplikuar ky kolegj, sigurisht do ta akreditohen dhe ju mund të drejtoheni në Kolegjin Fama, pra aty ku jeni emër dhe jo numër. Renault Center Muqiqi, nga rruga Prapodijev, në rrugën e Ferizajt, kilometri 10 nga Prishtina. Renault Center Muqiqi, servis i autorizuar për Renault dhe shumë makinet e tjera. Çdo gjë keni tek Renault Center Muqiqi në daljet e Prishtinës. Këtu mobilje janë prodhim vendor, gjithashtu bungu SHPK, Gjilan, 100% dru bung. Përësia juaj për një muaj në shtëpinë tuaj, ju vetëm idenë, bungu e realizon dhe sjell në shtëpinë tuaj. E kemi ata që bëjnë dritë. Eltrat dhe pranë e Ferizaj, me qindra zgjidhje për shtëpitë tuaja dhe lokalet e juaja. Çdo gjë që ka të bëjë me dritën në Eltrat dhe pranë e Ferizaj, lustera pa kufi cilësor, sigurisht edhe të lirë, pra më së miri bëhet në Eltrat dhe ata që dëshirojnë të merren apo të marrin lustera për ndëshkimin e shtëpive tuaja apo bizneseve dhe vendeve të ndryshme ku jetojnë njerëzit. Faleminderit shumë Eltrate. Ikim përsëri në rrugën Prishtinë-Ferizaj, vendi ku këndohet 100% live, është Princesha Pallas, ku të gjithë të rinjit dhe të moshuarit kënaqen aty. Vjos, besoj që e din ku është Princesha Pallas. Tam kam dëgju. Ke këndu, halos ke këndua? Ki me shku me këndu shumë shpejt, se këndon bukur ti, dhe aty bëhet me së miri në vendin tonë. Pra të gjithë ju që dëshironi me dëgju muzik live, Princesha Pallas ju pret. Kthehemi mangat afër Lipjanit, ata që dëshirojnë të ndërtojnë shtëpi, apo të qesin një fasad të rejnë shtëpit, sepse është pranvera, drejtoni tek Sebe Bajrami, Banull, Lipjan, për një shtëpi të ëndrave të juaja. Për duken time, si gjithmonë, butiku tek Pallati i Rinis, i cili quhet Lord Lamberti, me një blend të mirë të veshjeve për meshkuj. Maturant të dashur, drejtoni tek Lord Lamberti për më duk më bukur se une, se mu nuk më të bukur s'më në mban Lord Lamberti. Tani mo, pedim se jemi në muajnë e Ramazanit dhe muslimanët agjerojnë. Ne kemi bë një status apo disa pyetje rreth mysafirëve tek këtij muajit. Normalisht emisioni jonë ka kriju tani mo një rrjet të mysafirëve, të cilët për çështje të caktuara vetëm ata i thret. Për muajin e Ramazanit kemi pas kërkesa të mëdha nga publiku jonë që na shikon, që ta kemi mysafir hoxhën e nderuar nga Beliçi Behar Mjekiçi, që sonda kemi këtu. Hajde Behar. Aje Behar. A mujte? A vlodhe? Si kalove? Ku po moti?
Faleminderit. Mirë mama, mirë se erdhe. Mirë mama, mirë se u gjeta, faleminderit. Unë do më thirr Behar dhe pse ti e ki një thirrje që quhet Hoxh, unë do të them Behar se po do më të pas kështu më afër. Apo do më thirr Hoxh a Behar, cilë e beton? Ti si një është ma letë. Jo, cila të pëlqen ty? Në realitet unë emrin e kam Behar, mirë për profesionin e kam Hoxh. Mësus, Dhe nëse më ke thirrë në profesion si Hoxh, atëherë thum Hoxh. Nëse më ke thirrë si shok, atëherë thum Behar. Më thirr si shok thirrin në shtëpi. Ama do të kam thirr, do të kam thirr si Hoxh. Atëherë thuj Hoxh. Hoxh i bën mësus më kon apo? Po. Po them mësus i Behar apo? Bana dashni. Behar me kishin tani më njëni, është Hoxha joni i respektuar, i cili është imam në xhamin e Obiliçit, që sonte kemi ftu, realisht e keni ftu ju publik i dashur, sepse ju keni kërkesa të mëdha për mysafirët tonë, që ne mundohemi t'ja realizojmë në masën aq sa kemi mundësi, po një kërkesë e tillë për fillimin e këtij muaji të Ramazanit e realizuam, e kemi sjell mysafir Hoxhën Behar në emisionin ton, po thoj më shikoj më pas po besoj në Kosovë show. Cili mendimi jeni më sa po shkon ka pak do të tjera emisione, po çka ka herë? Sparit falenderoj për ftesën. Faleminderit për ty dhe gjithë ata njerëz të cilët kanë preferuar që të jem musafir në prag të muajit Ramazanit ose vetëm kemi hyrë në ditën e dytë të muajit të shejt Ramazanit. Shfrytëzoj rastin që të lutem Zotin e Madh që gjithë ata që kanë mundësi me agjeru, Zoti të shpërblen me të mirat e tina, dhe ata të cilët nuk kanë mundësi me agjeru për shkak shëndetit tyre, për shkak probleme shëndetësore, e lutem Zotin e Madh që këtë muaj të madh që Zoti pranon duat tona, që Zoti të shëron të gjithë tesmorit ton dhe të përgatitet për këtë muaj të shejt Ramazanit, se është një muaj shumë i madh dhe vlera të mëdha. Për këtë arsye nuk kam dëshirë që asnjë besimtarit musliman të ikë shanse e madhe nëse ka mundësi shëndetësore, psiqike të agjerojë këtë muaj kaq të madh dhe kaq me rëndësi të madhe në fenë islame. Hoxh, a ka mundësi me ma shpjegu ata që nuk agjerojnë? A hin fell në gjina, që unë po të regoj publikisht nuk rrej, nuk jem të agjeru këtë Ramazan. Arsyeja e diune, pse po të regoj ma vonë? A hin gjina unë, a qysh me lakë gjina unë vllavja? Janë disa sene shumë të interesanta në fenë islame, për arsye se feja islame nuk është fe e cila qyre që njeriun të domton, ose njeriun të shfrenon, ose njeriun të bëj zullum. Për këtë arsye dhe Zoti thot në Kur'an, që Kur'ani është fjalë e Zotit, thot Zoti nuk i ngarkon njerëzit me atë që nuk mujnë e përballojnë. Nuk e ngarkon njeriu, ma shumë se sa të e qanë. Për këtë arsye njeriu nëse ka arsye të veta, ama arsye pse nuk e agjeron, atëherë ka leju Zoti të agjerimi disa njerëz të cilët nuk e agjerojnë. Me mund këtë rast, që nuk po e agjeroj. Nuk e di arsyet e tuja pse se agjeron. Për këtë arsye le të arsyet e tuja vet, edhe le Zoti le të bëjë me ty çka don. Po thua, kështu është më interesant. Le të dinaj çka të bën me. I ke la durt, po thua që çka fillim një? Zoti i Madh, sparin në fillim të Kuranit thotë Bismillahirrahmanirrahim, në emrin e Zotit që është mëshirues edhe mëshirbërës. Dhe nuk thotë Zoti në fillim çdo surës që Zoti është ndeshkues ose ndeshkon ose çon në xhenem. Bravo. Kështu që ti ti je Hoxh modern. Unë ty a di pse kam çepet pas në emision. Pse je Hoxh modern? Nuk se janë do xhallar tani që njëllën vitzi, apo kupton? Zban me bua ato kështu, zban kështu, zban kështu, zban ti je Hoxh tamam, këtu djalë i ri i pashëm shqiptar tamam mbas pori. Nuk je Hoxh që s'po di burr, janë përmend do xhallar që vitzi njëllën. A din a pe interpretojnë gabim, a o qashtu, ma mi jedin ti? Profeti, alayhi salam, kër e ka dërgu njëherë një sahabit veti, një shok të ti, që ka pasaj në Muadh ibn Jabal, e ka qujt prej Medinës në Yemen me shku, që më javë komuniku fejnë islame, thot disa fjalë të bukra, profeti, ti njeriu të madh. Hajde. Thot, lehtësoju njerëzve dhe mos ju vështërso. Është fjalë profeti, jo fjalë jeme. Sigurisht. Dhe përgëzoj ata, mos i të merra. Dhe feja islame në bazat e saj, në esencën e saj, është fe e paqes, fe e qetësisë, fe ku shpirti ju qetësohet dhe mendja ju të relaksohet, dhe fe e cila i afron njerëzit njëri me tjetrin. Momentin që ti u mfton dhe momentin që ti më përshëndet dhe pa tjetër duhet të dhoni me dashur dhe me të përshëndet ty, për arsye se zemra jote po mbështeni dhe mua ose zemrën tëm që më kanë më relaksuar. Kështu feja islame na mëson ne si hoxhallar, si njerëz në përgjithësi, se gjithë njerëzit jemi krijesa të Zotit. Dhe nuk do të thotë se unë jam hoxhë më i afër te Zoti ose më i dashur tek Allahu. Do të dal fal pak këtu po ndërprej. A janë ton hoxhallar të burra të mirë apo njerëz të mirë? Kisha me thon hoxhallar gjithë janë të shajt. Hoxhallar janë të shajt për arsye se thot profeti alayhi salam, hoxhallarët janë trashëgimtarët e profetëve. Kështu që me këtë fjalë
hoxhallarët janë të shejt. janë tonë të mirë hoxhallarët, Mirë po, ka mundësi që ka në jo lo që është rrugën drejt, po të hin ka mundësi që nga njëherë nga gjeni ti familjar, mos jetë ndoshta sikur hoxhallarët e tjerë, ndallën pak në të folën, ndallën pak ndoshta në netën, ndallën pak në qasje, dhe për këtë arsye është shumë interesant që nuk mos me qenë gjithë hoxhallarët njëjtë. nuk janë domethënë njëjta. Ka në që pak kështu. Mund me ka shumë superior, ka shumë hoxhallarë të shkolluar, po ka dhe hoxhallarë të cilët është imam, është hoxh, mirë, po nuk është në gradën aty në hoxhallarëve të cilët janë shumë të ngritun edhe në dunjat, po dhe shpresoj te Zoti në ahiret. Mirë, Behar, çka do të më bë na që nuk agjerojmë tash Ramazanin për mu barazu gati me juve që agjerojnë Ramazanin? A ka ndaj e mirë që kompenzon këtë punë? Kam përzgjedh një fjalë të bukur për ata njerëz të cilët nuk e agjerojnë, kisha me thonë respektone Ramazanin. Çka do të më thonë kjo? Nuk e agjeron Ramazanin. Respekto njeriu që agjeron? Respekto vetë Ramazanin se Ramazan, Po. për arsye se ka njerëz në Kosovë që agjerojnë 3, shumë 3 ndoshta, shumë shtynë mosh, 80 vjet, 85 vjet, 90 vjet, ka më në xhamat i cili agjeron, kështu që ti respekto qatë plak, respekto qatë triun, respekto prindin tën, respekto të afërmit tën, agjeron edhe ti jesh ai i cili bëhesh sikur se ke agjeru dhe këto e keni sevap të Zotit Xheleshanu për arsye se nuk pja thën zemrën atij njeriu, por nëse prapë s'mosh me agjeru, i thu Zotit ti më falu Allah, çdo sa është në dorë Zotit, dhe shoqër që nuk ka në dorën e njeriu që Zotit njeriu me të fal, ose njeriu me të çon në xhenet ose jo në xhenet, ose njeriu me thon ti ki këta ose kët, po këto çdo sa në dorën e Zotit Xheleshanu, ne duhet me kërku të mirën dhe duhet me punu mirë po respekto këtë mujt shejt. Një, e dyta, respekto agjerusin, respekto. Dhe nëse respekto këto, do t'jesh edhe ti respektu. A ka agjerus që nuk respekton veten për shembull Behar? E agjeron Ramazanin por nuk respekton. Vish duron uni. A di kështu, duron uni dhe si quhet me gjes shan, se respekton babën, fëmijën, nanën, mësuesin, djalin, dajen, apo din, a ka këto raste? Shumë e vend. Çka mendon ti për këto raste? Dietarët islam e kanë ndajt ose e kanë klasifikuar agjerusin në 3 grupe. Grupi i parë është agjerus i rëndëmt. Po. Qohet sifër, vjen deri në iftar pa hangër pa pi, mirë po ndoshta nuk lën punë të keqe pa bë. As e ngon babën, as nanën, as e dën vllaun, as e dën fëmijën, as e ndihmon fukaras, as nuk e viziton smutin as, kur gjithë domethënë aty ka bë rutinë, në agjerim, në traditë e tina familjare, i vjen keq prej babës, prej nanës mos më qun sifër dhe mos më agjeru, edhe ashtu agjeron, mirë po agjerimi i tij është i zbet. Është i zbet për arsye se gjitha këto tjerat i kanë negative. Dhe agjerimi i dytë është agjerusi po i cili është më i perfekt, më i posaçëm. Që hyn në rregulla. Hyn në rregulla, agjeron, mirë po munohet me marrë gjitha tipare tjera. Dhe agjerusi i tretë që i ka ndajtur ulemaja është agjerusi që është shumë specifik, i cili e ruan veshën e tij, syrin e tij, gjuhën e tij, mendjen e tij, logjikën e tij, agjeron, bën ibadet, e adhuron Zotin, lexon Kur'an, bën falënderim të Allahut dhe ky është agjerusi i cili është shumë specifik dhe këta i kërkon Zoti. Dhe kjo është i kërkuar prej anës Zotit, se Zoti në agjerim i ka dalluar njerëzit. Jo të pa ka në emision, nuk e këshyr hiç vjosën. Unë të këshyr lirë as po ma prish, Po na përshëndesim, sigurisht. Sona për ai agjerusi te Zoti Xheleshanuhu e ka leju Zoti ai i cili është udhëtar me hëngra agjerimin. I smuti. Sa thonë është me rregull kilometra? 81 kilometër. Po nëse shkon kam. Jo, s'ka kam edhe. E tash me kerr me klim. Edhe nëse shkon me aeroplan, çaj është. Po me? Ajo të cilën e kanë caktuar ulemaja. Nëse shkojmë Prishtinë, Deçan, nuk kemi gjë. Je musafir. Mirë po, unë personalisht nuk e praktikoj. Ama është ashtu, unë nuk e praktikoj, për arsye se sinqerisht nëse e prish një ditë Ramazan duket që është rrotullu dynjaja. Fal, Behar, a mendon që ky rregull kur ka ardhur në kohën ku s'ka pas mundësi, apo dini kanë udhëtuar me deve ose kam ose tash të hyb në Audi tetëshë klimën e kitllad shkon për gjysore. Çfarë mendon ti? Dgjoj, këto është e lejueshme. E ka leju Zoti. A praktikon aty, a se praktikon nuk është e urdhënueshme. Ti se praktikon? Unë nuk e praktikoj. Nëse shkon në Deçan ti pe Prishtinës jo nëse shkoj në Deçan, po nëse shkoj edhe në Gjermani nuk e prishi. Sinqerisht nuk kam zbaj ballë me prish Ramazanin, se më duket për arsye se unë prej moshës 13 vjeçare jem me Ramazan dhe nuk ka mundësi një ditë Ramazanit mos me agjeru dhe lut Zotin që mos të smuhna me nëjë sprovë të smundjes gjatë Ramazanit që me hangë Ramazanit. Lutë më dhe në ashtu. Behar, po do
për shembull që janë që agjerojnë Ramazanin, po quhen syfyr edhe rrinë që deri në mëngjes, mandej flajnë pej 8-ve në mëngjes deri ka 7 pak para iftarit. Çfarë të marrë edhe për këtë fenomen? Ai si agjerim është. Nuk e mohon kërkosh për arsye se agjerim është njeriu kur ndalet prej has, prej pijes, prej gjanat e cilat i ka të lejuar me gjatë muajve të tjerë. Ai është agjerim dhe nuk e mohon askush. Mirë, nëse bën qëllimshëm që të ik ditës Ramazanit, atëherë te Zoti nuk e ka sevapin sikur ai i cili ka flajtën ditën. Mirë, po nuk do t'i thosh ti ose asnjë hoxh nuk do t'i thotë që tash çuti, s'ka çka më bëj, le të flan, le të rrin. Rrin deri në sefër, mirë, po le të shfrytëzon rastin deri në sefër, le të adhuron Zotin. Për shkak se është muaji i adhurimit, është muaji i ibadetit, është muaji që njeriu i ngrit veten te Zoti xhaleshanu nëpërmjet agjerimit, namazit dhe këtyre punëve të mira. Mirë, po nuk ka asnjë hoxh, asnjë njeri, asnjë plak, asnjë kryefamiliar që kanë drejt mi thonë ti ke flajt dhe si jeni nushëm sot, ose ti ke flajt dhe ke hup agjerimin. Jo, nuk guxon askush mi thonë. Për arsye se ai zotnia po agjeron. Ani pse po flan? Dhe unë shpresoj që çdo njeri që ka mundësi me flajt gjatë ditës, le të kalon 1 orë, 2, 3, ashtu dhe lejohet pej drekës deri në namazin e ikindis me poshu trupi që me qenë gjatë natës, me qenë me namaz, me ibadet të Zotit xhaleshanu, që quhet namazi natës. Zakonisht në këto në muaj të Ramazanit preferohen vizitat, iftarë të ndryshme nëpër vendet të ndryshme, jo vetëm në shtëpi. Po a ke provuar ndonjëherë ti me shku me ngur iftar për shembull te një shqiptar i besimit katolik? A shkon vllai me ngur iftar ata më të thirr për shembull? Unë s'kam provu me shku se s'm ka ftuar askush. Po më të sikur të më fton, me gjithë qef, shkoj, e përgatit ushqimin, lejohet më ngur ushqimi tyre, edhe s'ka kush fare të keqe. Bëjmë iftarës bashku. Mirë. Unë agjerushëm, ata kanë hangër. Po sikur s'ka lidhje. Po ti a ke provuar ndonjëherë me thirr ndaj besimtar, ndaj shqiptar të besimit katolik në iftar në shtëpi? A ke pas? Nuk më ka rastis që ta kam, për arsye se në vendin ku unë jetoj në Biliq nuk ka besimit katolik. Edhe kam disa shok të cilët janë besimit katolik, mirë po hoxhallarët në Ramazan janë shumë nxanë, të ftun në për iftare tjera, dhe ndoshta në shtëpinë time mu e bëj një iftar ose 2 iftar me familjen tem. Kjo është te hoxhallarët është shumë një problem i madh që nuk mundin me ftu të tjerë në shtëpitë e tyre. Për arsye se jemi të ftuar çdo herë me 1 javë, 2 javë përpara jemi të rezervuar nga njerëzit e tjerë. Hoxhallarët në Ramazan janë si këngëtarët në sezon, në verës. Janë të shkriepun kështu. Mirë, po është një dallim ndoshta te këngëtarët e hoxhallarët, se hoxhallarët shkojnë hajnë bukë dhe kthehen në shtëpi, këngëtarët shkojnë hajnë bukë dhe marrin parë katë. Ja, ka pak, merre do vitra në fund, jo ka pak. Po vitra nuk janë për. Ja, vitra është ajo. Jo vitra, po janë hoxhallarë që shkojnë me një fshat tjetër. A e merr në farrog aty ku shkon? Po, është ashtu. Po e merr. A nuk jam këngëtar, çfarë? Që nuk jam këngëtar. Ama po vjen iftar. Hoxhallarët ka pak i marrin do. Ama jo iftar. Jo iftar, ato ka shkon me rrugë, ai shkon me rrugë. Unë thash, këngëtarët e hoxhallarët në Ramazan janë si këngëtarët në sezon, janë më të shitur, më të kërkuar, ma sa po shkojnë me një hoxh behar kështu në Ramazan. Hoxhallarët nëse i din. A ka pa rregullit caktuar pe bikut? Po, ka rregull, ata e cakton vet xhamati i cili e kërkon imamin. A, do të thonë nuk ka caktuar më diçka kështu. Nuk e caktojmë dhe nëse ty ta japun në listën si jam kryetari i bashkisë islame në Biliq dhe ta dha listën e pagave të imamëve që unë i kam 26 punëtor në Këshillin e Bashkisë Islame në Biliq dhe atje shef një imam që i ka 120 euro pagë mujore, atëherë është rrëqillëse dhe me të lanë met, po ne shpresojmë Zotin që shteti jonë do të bëjnë ndonjë ndryshim për hoxhallarët e Republikës Kosovës, se në fund edhe na jemi Kosovë. Është vërtet. Edhe si hoxhallar jemi Kosovë. Po që shpresoj që ndryshon ky statut pak i hoxhallarëve, se gjithmonë ka thënë hoxha merr, hoxha bën, hoxha, në realitet to janë fjalë të cilat shpërndahen nëpër popull nga individ e caktuar, përndryshe nëse vjen dhe shef listën e pagave të cilat ne paguhemi direkt prej popullit, prej antarësisë të popullit, i cili paguon 2 euro ose 3 euro në vit për krye familje, për krye antar. Po. Dhe ne jemi bë hoxhallar dhe ne kemi arrit deri këtu me ndjersën e popullit, me parën e tyre, me andarësitë e tyre, me vitat e tyre, me sadakat e tyre dhe me ndihmën e tyre. Dhe ne si hoxhallar ndoshta dhe pa kurfar dileme i kemi borxh popullit më shumë se politikanët, më shumë se mësuesat, më shumë se doktorët, më shumë se të gjitha këto nivelet njerëzve ose shtreset njerëzve, ne kemi borxh popullit më shumë se sa tjerë, për arsye se ne jemi vetë shkolluar prej tyre. Jemi ata të cilët e vllatet tonë
familjet tona i majmë nga populli. Dhe unë kisha pas dëshirë dhe kisha pas një lutje që kjo të ndryshon. Le të jemi edhe na si mësojësit, le të jemi edhe na si doktorët, le të jemi edhe na si profesorët, le të mirëm prej shtetit, për arsye se... Do më thonë ju nuk merrni pagë prej qeverisë Kosovës, nga buxheti i vendit, s'merrni pagë, ju merrni pagë vetëm nga... As prej vitit 99, 2000 e deri tash, edhe as prej 98 e të kur njerë hoxhallarët nuk kanë marrë pagë nga qeveria e asnjë vendit, as në Kosovë, kur njerë s'kemi marrë, as kur njerë s'kemi pas ofertë që të paguhemi, ani pse kemi pas kërkesa dhe duhet këtë kërkesa, për arsye se 17-18 mas lufte, sinqerisht edhe ne kemi vlat, edhe ne kemi familjar, edhe ne duhet jetojmë, edhe ne duhet të hajmë dhe të pimë dhe të shkollojmë me vlatet tonë. Ama jo në korrizin e popullit, me 2 euro të popullit, të shkollojnë hoxhallarët. Për këtë arsye duhet ngritet kjo temë shumë dhe duhet alarmohet dhe duhet të kanë me vetdije pak edhe qeveritarët tonë që hoxhallarët janë prisat e këtij vendit, gjithashtu edhe prift. E sa ta nuk marrin pagë. Për kujt na morën priftërinë, po mendoj. Edhe ata nuk e di ka kanë financimin, mirë po prej shtetit nuk marrin. Asgjë. Ja, asgjë. Dhe kështu që se s'boni bashkë ju, bashkë me janë kanë bisedu, janë dakordu, kanë bashkë kresa dhe sot asaj dite ne jemi duke jetu ashtu që kemi jetu dhe më herë. Tregom drejt, a më shumë ka përqamje apo afërsi në mes feve në Kosovë a mes politikës? Mes feve në Kosovë nuk ka pas përqarje kurrë. Nuk e kanë lënë hoxhallarët e mëhershëm. E para, edhe dyta, nuk ka përqarje ndërfetare. A keni prifti dost që e ki? Prift dost nuk kam, për arsye se unë jam pak i ri me moshë dhe ata janë pak më të vjetër. Mirë po e njeh Dalur Gjergjin. Ki raportet mira? Kam raportet mira, takohemi, vizitohemi dhe nuk ka kur fare të keqe, për arsye se ajo ka fenë e tij dhe unë kam fenë tem. Po prapë një shqiptar. Po ajo e cila na përbashkon, kam thënë edhe në emision tjetër, po e them edhe këtu, janë shumë gjëra që na përbashkojnë. Dhe nuk duhet që njeriu t'ia kthen shpinën dikujt pse unë si për shembull politik, unë kam një vizion tjetër dhe ty s'do të shoh me sy ose s'do të foli, kjo është një gabim, është një demagog i cili nuk mendon drejt. E para, ajo që na bashkon neve, na bashkon gjuha. E dyta na bashkon gjaku, na bashkon tradita, na bashkon flamuri. Na bashkojnë gjitha punë tjera, traditat të cilat i kemi shqiptare, vesha jonë kombëtare, na bashkon dhe neve na ndan, jo na përçan, na largon vetëm besimi. Ai e ka të kthym nga dikush tjetër besimin e vet dhe unë kam besimin nga dikush tjetër nga Zoti Dhul Xhelal dhe kam kiblën tem dhe nuk ka kurfar dallimi në besim. Kemi dallim edhe në tjera gjëra jemi të përbashkuar dhe nuk do të ketë në Kosovë dhe asku në vendet të botës që të ketë. Çepër hoxha, çepër. Do të vite për publik, bravo bra. Po si na vjen neve që nuk bëjnë përçame, që nuk bëjnë ndamje, të përgëzoj për si je hoxhi i ri dhe je djalë kavaler, po them shumë sinqerisht. Unë këtë atë që e them, faleminderit shumë shpejtim, këtë atë që e them, unë e bazohuna në Kur'an dhe në hadithet pejgamberit alayhis salam. Dhe nuk e them këtë fjalë sikurse një poet ose të jem ndonjë hoxh që kam një oratori dhe hajde pe hipnotizoj njerëzit. Do më pyet tash diçka. Pse për shkak më thuhet kanë herë do xhallari komni, ndoshta se hoxhi, heçaj punë komni të thonë që përveç muslimanëve tjetër kërkosh në xhenet nuk shkon. A u gabim që burr. Kohë ashtu? Ndëgjë, çdo fe e vetja, çdo fe. Si krishterizmi, si hebreizmi, si katolikizmi, si muslimanizmi i ka pikat e veta. Format e veta. Për shembull, ne në fenë islame nuk mund të agjërosh askush tjetër përveç muslimani. Sigurisht. Dhe tash nuk do të thotë pse s'ke agjëru ti që je katolik, tash ku kimë dal. Jo, kjo është vetëm për musliman, për besimtar. Dhe kur thot feja islame që Zoti ka thënë inna dina inda Allahil Islam, feja pranuar te Zoti vetëm Islami. Do thot Kurani jon, nuk e thot hoxha. Dhe Bibla e thot ashtu. Neve nuk na qet në xhenetin e vet. Kështu që ne kemi besimin dhe bindjen në xhenetin ton, dhe ata kanë një xhenet vetëm që mulla beari nuk mund hin në xhenetin e tyre. Sipas ideve dhe mendimeve të tyre që kanë dhe besimit të tyre dhe nuk ka kur gjë të keqe. Xheneti nuk ka në dorën e priftit, as dorën e hoxhës, as dorën e tonë. Por dorën e Zotit. Nuk ose ku takshim po. Me paskon dorë njerëzve. Unë shpresoj dhe mendoj që në Kosovë do të jetë ky besim dhe kjo harmoni. Po thotë që ka tolerancë fetare në Kosovë. Fetë janë unike, nuk ka përçarje mes feve. Tolerancë e kam përmirësuar edhe një herë këtë fjalor se nuk ka tolerancë. Nuk ka tolerancë për tua? Nuk do të ketë tolerancë. E çka i bën kjo? Dhe nuk e pranoj me kanë tolerancë, po ka harmoni. Harmoni ndërfetare, për arsye se tolerancë është nëse unë e ty
merre, dëmtoje, gjithë shka dhe ti po më toleron mu, hajtë se kjo hoqës është musafiri jemi. Ose ta që marrë këtë gotën, thërpike me ujë, më toleron se je musafiri yti. Jo, mos toleroj. Jo, ose për që je musafir më përherë me ki që e preke gotën, ma këthejeve, e shë që ka të gjanë. Do të kiti për hoqën? Në Kosovë ka harmoni ndërfetare, do të ketë, dhe ne si udhëheqës fetar nuk do të lejojmë, s'pako unë foli në vetën temë si hoqë Behar Mjekiqi, nuk do të lejoj kur njëherë vendin ku jem ato dhe ku mjepet mundësia me spjegu që ndo njëherë të hupë harmonia ndërfetare, të shahemi, të fyhemi, të rehemi, ose të të vrasja. Gjitha këto vinë me renë. Sho që ne si udhëheqës fetar, qofshim hoxhallar ose prift, kemi bërqë prej anës Zotit, të rujmë poplin, të rujmë njerëzit, ose besimtarët tonë të cilët jemi në të njëjtin besim. Mirë, Behar, a mendon që nuk interpretohet apo nuk praktikohet feja muslimane njësoj në Kosovë gjithkohë për shembull? Për shembull, i shohën do në Ramazan veshen me do festona mashkujt si në atje, s'po diku, si në lindje. Për shembull, i shohën do po thojnë një farë, shkon që ky me mu fal natën. Unë nuk zakonisht, çu shitojnë? Namazin natën. Apo mas më pak, çka që ka punë kështu? Apo gabojnë tash hoxhallarët, apo gabojnë populli, kush po gabon këtu? Hoxhallarët asnjëherë nuk ka ndodhur që të veshen me një veshje të lindjes. Nuk e thash po çfarë. Po, ja vetë du më shpjegu. Mirë po, është e vërtetë që disa njerëz, disa djemtri në thojza, të cilët nuk janë hoxhallar, kjo është me plot kuptimin e fjalës, dhe nga njerë të indikum nga televizionet, nga interneti, nga mediat, dhe ai mendon që nëse po veshet sikurse Arabi, ai do të jetë më i afërt te Zoti, që kjo është gabim dhe është rën. Për arsye se Zoti i Madh nuk ta kthyer fizionomin tonë, as nuk ta kthyer, kështu ka thënë profeti, veshjen tonë, as nuk ta kthyer ngjyrën tonë, po ta kthyer zemrën tonë. Zoti ta kthyer zemrën tonë. Veshë që dush, Zoti ta kthyer zemrën tonë. Dhe e dyta, namazi natës në Kosovë është praktikuar shumë herë, fetarisht është ky namaz i ngritun, po namazi natës unë e mendoj dhe duhet të jetë kështu që të falet secili në shtëpinë e tij. Se shohim në për disa xhamia që falet namaz natës shumë njerëz. Dhe kjo është ajo pyetja jote, që më shumë domethënë shkojnë namaz natës sesa që shkojnë në ditën e xumë, që është ditë e xumë e përbashkimit, e afrimit që është një herë në javë. Edhe kjo është një gabim i madh për arsye se ai po falet të natën kishin në xhami dhe ka shkon i hub namazit sabahit. Dhe namazi sabahit ka vleftë më shumë se sa 100 vjet namaz natë. Praktikon hoxh ti në herë në xhamin tim nuk e praktikoj. Kur për arsye se namazi natës është namaz vullnetar, sikurse sadakaja, lemosh që jep dikujt, atë jepe me dorën e djathtë sa e majta nuk e shef. Dhe namazin e natës falet ti vet, që vetëm Zoti të shef dhe mos i tregon tjerëve që unë jam shumë besimtar i madh se fal natën. Jo, falun natën, po falu kur s'shef askush. Mirë, ti si je imam në Bileq. Në Bileq edhe kryeimam në Kryetari i Bashkisë Islame. Po, a mund të them për shembull një djalë 30 vjet më fal me çfarë fustonin, më thon shkon shpejt desho hajde si Kysh vim na tjerë për shembull. A mos më thua burr? Në xhami. Mos më hajde çështu. Se më tani femën shkurt thu shko vesh tani hajde. Në xhami. Se vish femna, tu kanë edhe moshë më thon për shembull. Shkon në rrohat sen hajde kështu. Në xhami nuk e kem ende hala at forcë që njerëzve t'ju thojmë hop prej këtu ose del ose bë. Në rrohë burr, me bind, si s'ban. Me këshillu gjithsesi, jo vetëm xhami, po dhe në rrugë nëse e shoh, edhe çdo ku nëse e shoh, për shembull hekë atë vesh se nuk ka veshë jotja. Dhe është një fjalë e bukur popullore, nëse mundosh më baj që nuk jetë edhe ai që je. Çfarë vëlla? Dhe shumë thjesht. Na jemi kush jemi, kemi një traditë madhe. Unë për veten krenohna me traditën tonë, krenohna me popullin tonë, krenohna me veshën tonë, krenohna me xhamatin tonë, krenohna edhe me fen që majmë në Kosovë. Kështu e kemi gjetë, kështu do ta pasojmë dhe kështu do ta lajmë që gjenerata të tjera të vazhdojnë, sikur që kanë qenë më herët dhe na që jemi tash. Dhe nuk na nevojitet neve askush që të marrim na model ose në vend tjetër, ose në vend tjetër, e kemi modelin ton, e kemi fen ton, e kemi hoxhallar ton, kemi xhamia ton, e kemi miftiun e Republikës Kosovës që unë do ta përshëndes respektohet miftiun në Efendi Tërnavën, i cili na afron, na mëson, i cili e menaxhon shumë mirë këtë situatën e xhamive dhe imamëve dhe e lut Zotin që Zoti t'i jap shëndet miftiu dhe xhamatit t'i ngon hoxhallarët e tij, për arsye se hoxhallarët nuk i mësojnë me bazë veshje ose me shku në asnjë metoda të lindjes ose të atij vendit ose të tjetrit. Ne kemi fen muslimane dhe na bashkon feja me arab, na bashkon feja edhe me turqit, na bashkon feja edhe me gjerman, edhe me atë, mirë po fen e kemi fe, traditat e kemi tradit, kombin e kemi komb dhe unë sinqerisht nga tabiati jam e njeh linjën shqiptare shumë, për arsye se jam vetë shqiptar.
Dhe dikush ka njerë të hinë hak, pëse o ky hoqë dhe ka një kapuq ose një gjybe, dëqysh të në shkallon prej kombit ose në këtë lenë si shqiptar. Jo. A kështë ka hoqë pushke me dekë për këtë vend, mëse po zët, me ndonë prapë. Mështine me thonë për herë të parë në këtu në emision se s'kom dash me ba kur publike, ne si familje jemi Gecaj të Lukës Deçanit. Që të me thonë? Dhe ndahmi në 3 pjesë. Gecaj të Lukës Deçanit dhe jemi Dervish Danës Gjakovës dhe jemi Mjekisht e Obiliqit. 2 fshatra, Grabovci dhe Shqipitulla. Dhe kur të mersh historikun ton, prej Gecajt kër kanë qenë oficerët të Zogut, dhe me radhë gjithmonë kemi pas edhe luftëtar, edhe dëshmor kemi, edhe në fshatin Shqipitullë dhe në Grabovc kanë qenë 2 grupe ushtrisë, 2 togjet ushtrisë, ka qenë një komandant në Shqipitullë dhe një komandant vllai jonë në Grabovc, që kanë pas grupe të ushtrisë lehimtare të Kosovës, një prej tyre ka qenë edhe baba jam, hoqi ka qenë Fatil Efendi Mjekiqi, dhe kështu që e kemi në gjenë, në tradit. Dhe emra ata, ty këtë ves, ty, a kësha ka përsojës pushkën, për këtë vend? Nuk diune që me thonë, sikur se me thonë, këtyne a di me folë dikush Shqip, kur kërë Shqiptarja. Ti duat rokitje. Po mirë, ta bonë një pytje, po thu, behar që je gasë me dekë për këtë vend, kur do që lip koha po nevoja. Po mirë, palë. Unë e thëmë kështu një fjallë ma generale, çdo njeri që është shqiptar dhe që e njën vetën shqiptar, e ka bërsh me dekë për këtë vend, po unë e lëzë Zotin që mos të kemë nevojë me dekë për këtë vend. Shumë lutje mirë. Po me shku me dekë atje në lindja, se më përendim për nëjë vend tjetër, a është mirë? Që ka ta mërmenet? Mendimi jëtë, hoqë? Mendimi jam është, nuk duhet të shkoj askush askund, se cili letërin vendin e vetë. Sikur të ishte ashtu, sinqerisht, unë i pari do të bëjsha thirrje dhe i pari do të shkojsha për arsye se janë një hoxhallar të dim Kur'anin, ja askush tjetër, mirë po ata djem janë të manipuluar dhe është me fat madh feja islame, se nuk është bë kur një herë ndonjë dëm, më i madh se sa këtë herë me ISIS-in. Dhe është fat i madh që asnjë hoxh në botë, as në lindje, as perëndim, as në Evropë, as në Ballkan, nuk është asnjë hoxh i cili është mbrapa hoxh me renome, hoxh që është një socian, i cili është mbrapa këtyre djemve të ri, këta. Po thu që gabim? Jo gabim, po është gjëna edhe është haram që të shkuhet në për kësi vende, e aq ma pak që të shkojmë ne si shqiptar, tash kemi dalë prej luftës, tash duhet ne të vedisohemi, të shkollohemi, të rehabilitohemi, e jo të shkojmë prapë në për luftat, në për njerëz ndryshëm. Behar, jemi ka fundi, jemi në mundë e zgjedhjeve. Cile mendimi jetë për zgjedhje? Se kur s'kemi po një hozë të folë për zgjedhje, apo për nëjë preferencë politike, apo për nëjë, cile mendimi jetë për të zgjedhje tash jemi ofër? Në ndajme të mja 10 dita përsisht për zgjedhjeve. Ne si Bashkësi Islame e kemi një udhëzim administrativ nga Miftiu i Republikës Kosovës që hoxhallarëve u andalohet të marrin pjesë në jo në zgjedhje, po në fushat parazgjedhore. Duhet t'i definojmë gjanat. Sigurisht, zgjedhje drejt votet, me votu. Hoxha nuk ka drejt, hoxha që të shkoj në për fushata, për vetëm arsye, se kjo është një parti, kjo është një parti, një subjekt tjetër, kjo një subjekt tjetër, dhe ti në xhamin tonë e ke gjitha subjektet. Dhe gjithë populli, për shembull, kjo e voton një subjekt anonim dhe ato e ke në xhami. Dhe tash nëse unë e simpatizoj këtë dhe unë e them për këtë do të më dhanë votë, atëherë veç që më dhënë me këtë njeriu, ja kam thyr zemrën, kështu që hoxha është unanim. Hoxha është i gjithëve, duhet të zgjedhje hoxhallarët dhe shpresoj që do dalëm zgjedhje të gjithë dhe do të jap votën atij që ti e don dhe e them këtu publikisht, Miftiu i Republikës Kosovës kur një herë në asnjë parë zgjedhje nuk është drejtu nga ana jonë si hoxhallar që duhet të ndihmojmë këtij subjekti ose duhet të bëjmë vota këtij subjekti, ne jemi hoxhallar, të cilët i kemi xhamit tona, e kemi popullin dhe do të dalëm vota. Po jo t'ja rekomandojsh dikuj këtë do t'a votojsh. Cili është mesazhi jot për politikanë që mesazhi jam është që të ruajmë popullin, mos t'i përçajmë ata, mos ndalëm nga njëherë që shohim në për disa debate, shumë debate nxehta, thotë që është njëri me tjetrin armik dhe mandej ata nuk e kanë çështë të vërtetë, që janë çështë se mrapa skene janë shumë shok, ama ata ne populli po lëndohemi shumë e ta. Se nëse unë jemi një subjekt partizë dhe ti jemi subjekt tjetër dhe ata jenë rrok tash aty në emision, mandej nesër unë e ti kur po pim kafe na pi komentojmë ata dy atje. Kështu që mendimi jam dhe këshilla jam për gjithë njerëzit të cilët janë në politikë që njerëzit mos t'i përçajnë, t'i afrojnë, secili të tregon veten kush është, ama jo duke shajt diken dhe jo duke e nënçmu tjetrin, jo duke menduar që është ky më superior, kështu që është muaj Rahmetit, është muaj Ramazanit, është muaj i madh.
shqiptarët, ne kosovarët kemi hjek gjithmonë dhe shpresoj që ndonjëherë në jetën tonë do dalmi në selamet që thot populli dhe mos kemi këto probleme, jo me këtë zgjedhje, jo me këta, jo me këtë hoxh, jo me këto ekstremizmin fetar, jo me këto gjana, të jemi ndonjëherë të lirë. Të rahatum, për arsye se nuk e meritojmë ne se shqiptarë. Populli, unë jam të folë për popull, nuk e meriton të paguaj faturat mëdhaja dhe nuk e meriton të përqahet njëri me tjetrin, se kanë familje që dikush është me një subjekt dhe dikush me subjektin tjetër, dhe mos përçan familje se unë kam rast që kam dëgju, në jetën familje nuk folin vëllezërit në mes vetë për arsye se ky e ka shohat parti dhe ky e ka shohat partinë ti. Kështu që bashkë koalicion, pas zgjedhjeve ose para zgjedhjeve. Këto janë gjanat e cilat janë shumë të ulta te populli jon, nëse përçahet njëri me tjetrin, del votos si individ, si njeri dhe kthehem në shtëpinë tane. Shpresoj që mos të ketë ndonjë incident, mos ketë ndonjë telashe. Behar, a ka diçka që unë s'kam mbyt e ti duhesh me thonë për publikun dhe për njerëzit që na përcjellin sonte këtë emision? Shpëtim nuk kam marrë shumë me i bën njërit reklam fytyr, sinqerisht të falenderoj shumë. Për arsye se je një prej moderatorëve i cili unë kështu edhe të kam shok të din familjar. Është vërtet. Po të bëj publikisht që në anën familje edhe shkoj edhe vje shpëtimit tek unë. Po sinqerisht i merr disa tema dhe i merr disa musafir të cilët janë shumë frydhënës për popullin dhe lut Zotin që ti jesh prapë ky qels i mirë për popullin, për rinin ton, se me të vërtet gjithë të respektojmë, gjithë dojmë dhe në fillim ma bane një pyetje dhe nuk u merr rani me dhamë përgjigjen. Sinqerisht emisioni është shumë i shikueshëm dhe emisioni është që shikohet edhe me familje, jo sikur se disa emisione hajtë e kqyri vetëm vetë ose mos e kqyrin fëmija, se emisioni është emisioni mirë. Përgëzoj për emisionin dhe për ata njerëz të cilët kanë në emision, vetëm vazhdo kështu, inshallah Zoti ndihmon. Faleminderit shumë. I dashur publiku ynë që po na ndiqni dhe ju në sallë tu, jemi krejtësisht në fund të këtij emisioni, unë bashkë me Behar Mjekiçin Hoxhën nga Biriçi, me sponsorët tonë të zhvilluar nga Eurospace, Golden Eagle, Millennium, Cima Construction, Relax. Ju themi natën e mirë atyre që shqiptarëve që po agjerojnë agjerim të lehtë, publiku tonë shikona në çdo javë sepse nuk do t'ju zhgënejmë sa kemi mundësi. Unë dhe Behari ju themi natë e mirë, po ju mos e ndërprerni sepse për fund kemi vjosën e cila na përmbyll sonte këtë emision. Behar, faleminderit shumë që ishe me ne. Agjerim të lehtë dhe shihemi besoj për të mirë. Faleminderit shumë. Marketing. Tata për bajram, baluk baluke, baluk tabake, e marim nusan, e qojmë shijake. Baluk baluke moj, baluk tabake, e marim nusan, e qojmë shijake. Tate du fustan, tablen tata për bajram, tate du fustan, tablen tata për bajram. Tate du kapel, tablen tata me kurdel, tate du kapel, tablen tata me kurdel. Baluk baluke, baluk tabake, e marim nusan, e qojmë shijake. Baluk baluke moj, baluk tabake, e marim nusan, e qojmë shijake. Tate du kapel, tablen tata me kurdel, tate du kapel, tablen tata me kurdel.
tata me kurdel, tate duke pejel, ta blen tata me kurdel.